Tani, rezultati përfundimtar është një mandat. Ai në fakt edhe formalisht është mandati juaj. Formalisht dihet, edhe pse formalisht dhe ligjerisht, si thua, është mandati juaj. Njerëzit kanë votuar për Lapajin. Të njëjtën pyetje unë ja bëra dhe Arlind Qorit. Njerëzit kanë votuar për koalicionin tonë. Jo, një minutë. Kanë votuar për Arlind Qorit, ore, kush do vjen në parlamentin tash se. Dhe për Dorin Andrej. Ai djalë shumë i mirë tash që ti. Po. Arlind Qorit, po njerëzit kanë votuar ty, i thash unë. Tani, edhe nga euforia ju keni thënë që nuk do të merrni, por do të dorëzoni atë dikujt tjetër. Nëse do ta bëni këtë veprim, nuk ju duket se jeni duke u tallur me votuesit? Shiko, deklarata ime e para njerë për të qenë korrekt me faktet. Ka ndodhur... E kam, unë aty, po nuk do s'ka pse ta nxjerr. Po ta nxjerrësh, më. Jo, nuk e nxjerr, sepse e di pse se nxjerr. Se disa e përdorin në mënyrë të qëllimt. E qartë. Për të shantazhuar. Unë nuk kam... Po nuk shantazhuem unë. Po nuk kam thirr për shantazhuar. Jo, më nuk e çan shumë ti kështu. E vlerësoj. Domethënë si ti gjeja më mirë që ke di kush është. Politikani nuk duhet të ketë turp në kuptimin metaforik, jo turp kështu, turp keti plot, po nuk duhet të ketë turp si politikan. Ti e plotson më mirë. Tani më të mirët këtë. Ajo që unë po them është kjo. Kur unë atë e kam bërë atë deklaratë, e para njerë ne kemi qenë një parti që nuk kishte hyrë në koalicion. E para fare. Qartë. Me thënë drejtën, verifikojeni. Nuk kishte, jo, qatë më qatë. Para, është muaj para. E dyta, për të thënë të drejtën, kur kam thënë atë, kam kuptuar gjithmonë faktin që një mandat baraz me 12.000, 13.000, 15.000 vota. Pra në kupton që ti ke hyrë, nuk e ngjallur në një interes publik të madh, ke marrë një mandat, po ajo nuk e ndryshon historinë e Shqipërisë as të ardhmen. Tani ne hymë në një palë zgjedhje, ku ky mandat është 60.000 vota, 70. 64.268 dhe 15.000 të pavlefshme që na i kanë bërë me 80.000 vota. Tani 80.000 vota nuk janë shaka, janë 80.000 njerëz të lirë në këtë vend. Për këtë arsye, ju nuk do të talleni me njerëzit, por do të shkoni ju në parlament. Kam përgjegjësi shumë të madhe, nuk është se do të. Domethënë, unë me thënë të drejtën, do doja mos ta kisha bërë për mënyrën si këta e keq përdorin. Jo, unë nuk ta them me këtë. Unë ta them. Por e kam bërë shumë të sinqert. Jo, dhe nuk ka ndonjë, tani këta thonë, në vend të shqetësohen që janë marrë 80.000 vota dhe ka dalë një mandat, të shqetësohen që jemi partia me më shumë vota të pavlefshme në vend, të thonë, ore, si ka mundësi këta të rinj, tu dolën këtyre më shumë të pavlefshme? Pse si dolën kaq shumë të pavlefshme partive tjera në përqindje? Nuk është shqetësuar njëri për këtë. Po të thonë, ore, si ka mundësi këta morën 64.000 vota dhe morën një mandat dhe ky sistemi me të njëjtat vota i ka dhënë PS-s në Vlorë 9 mandate. A doni të bëj një krahasim tjetër? Dëgjoj çka ka ndodhur në Vlorë. Jo, bëni njerëzve sepse unë jam i qartë. Dëgjoj çka ka ndodhur në Vlorë, se është e tmerrshme. Dhe merita që kemi në këtë proces është që po e bëjmë shumë të dukshme këtë problem për shkak të rezultatit. Në Vlorë, Partia Socialiste e ka nxjerrë një mandat me 7.000 vota mesatare, 7.000 e pak vota. E dini me sa ka nxjerrë Partia Demokratike brenda të njëjtit qark, që mos ta marrim me ne, të themi me PD-n brenda të njëjtit qark. Dhe ky është gabimi fatal që bëri PD-ja vjet në komision që i miratoi Ramës atë kohë. Partia Demokratike ka marrë 36.000 vota në qarkun e Vlorës, mbi 36.000 dhe ka marrë 3 mandate. E ka nxjerrë një mandat me 12.000 vota PD-ja në Vlorë. Ndërkohë PS-ja ka nxjerrë me 7.000. Tani si do ta mundësh ti pushtetin, kur brenda një qarku, ai që është në pushtet, pra ti e nxjerr me 7.000, unë që jam në opozitë e nxjerr me 12.000. Sepse si do ta mundësh? Dhe ti shkon dhe jep Ramës në tavolinë të njëjtin kod, të njëjtën formulë? Po ai po ja ka dhënë, po ai ka marrë gjërat që i duhesh. Ashtu tani. Këtu jemi në momentin që Partia Demokratike, me gjithë leadershipin e saj dhe unë i bëj thirrje edhe nga kjo studio, nëse vërtet e ndjen që humbja në këto zgjedhje ka qenë e sinqert, në kuptimin që nuk është dashur prej tyre, por për shkak të formulës e për shkak të krimit e për shkak të parave të pista e për shkak të bandave ka ndodhur, duhet kërkesën kryesore që të ketë nga tani e derisa të bëjmë prapë zgjedhje, të jetë ndryshimi i sistemit zgjedhor duke ja hequr këtë avantazh në tavolinë pushtetit. Sepse edhe me kështu si shkoi rezultati, zoti Rakipi, zoti Rama ka marrë vota për 73 dhe në 74 mandate, ore. Dhe tani? Jo. Rama ka marrë 73-74 sepse 0,53 herë 146
bëjnë kaq mandate. Kaq më bëjnë. Dhe në një sistem tjetër, unë bëj fjalë shpesh me kolegë. Si kalon dhe kur 74? Jo. Tani ai ka marrë 83. Po. A ka marrë sistem tani, a ka marrë qyla ai tani? Kam kolegë të miun këtu, të cilët nuk e pranojnë këtë gjë, nuk pranojnë diskutojnë tonë. Jo, në fakt Rama ka marrë 10 deputet në këtë. 9 deri në 10 i ka marrë nga formula. 10 deputet i ka marrë nga formula. Po. Dhe formulën e kanë ndërtuar këta dy njerëz. Dhe herë e vuan njeri, i bie kokës me murit dhe thyen kokën njeri, herë thyen kokën tjetri. Ama mbeten këta në pushtet gjithmonë. Dhe ju nuk ju lënë të merrni frymë. Jo, ne kalu. Daj unë të bëra pyetje më përpara që ore si do marrësh frymë ti? Nuk merr dot. Ja po ta shpjegoj si. Jo, tani lere se nuk ma shpjegon do 4 vjet tani. Ndërgjegjësuam qytetarët. Nuk ndërgjegjësuar njeri këtu. Jo, është ndërgjegjësuar një shiko këtu për ditë tani në këtë orë për shembull që ne të dy po flasim këtu në një televizion tjetër të madh kombëtar, shikojmë filmin Osmani ku Osmani vret 5000 armiq. Prit. Gjak i madh. Osmani vret 5000 armiq. Nuk e plagosin ndonjëherë se mirë që Jo, e plagosin dhe shërohet për 2 orë. Okej. Dhe gjithë populli shqiptar shikon këtë. Mos ki merak që populli shqiptar është duke të dëgjuar ty orë. Të gjithë. Jo, po se ndryshe do të ndrysh. Tani kemi tani ju thoni ju hytë në zgjedhje të përçarë si partitë e reja, mos e diskutojmë me këtë pse u përçat, sepse edhe te studia ime janë therrur. Kanë nxjerr thikat. Kundër njëri tjetrit, ti s'ke qenë aty, po njerëzit ju... As i kam shar, as kam shpif. Tani, unë kam një pyetje të drejtë për drejtë. E kam bërë me mua, s'ka që. Zgjedhjet kanë mbaruar, njerëzit që duhet bashkoheshin me ju vërtet, për shembull që mund të kishin, ishin Agron Shejaj dhe Arlind Qori. Ç'mendim keni për njërin dhe për tjetrin? A mund të më thoni? Ja ku i zori ky këtë, nuk ka nevojë se me këtë ishe ti. Kam fol para zgjedhje, para fushatës, mund t'i gjeni sinkronet, fjalët më të mira për ta. Fjalë të mira. I kam thënë më përpara, për vite. Po janë ato. Po vërtet tani, ç'mendon vërtet? Mendoj që se dhe aq të mirë nuk janë për ty këta. Ja më po të shpjegoj, më përpara pra. Më përpara dakord më po. Sepse kam pas menduar që e kishin të tjerë gjën. Tani u shkova me sinqeritet shumë të madh. Po. Sepse momenti në të cilin ndodhet Shqipëria nuk që moment ideologjik, që moment kritik. Pra përtej Marksit dhe në një ideologu tjetër, Kissingerit apo ku di unë, Shqipëria që në një moment kritik, që i duhet ndryshimi dhe çarja e sistemit në vetvete. Tani, ju i keni pyet këtu në studio tjera, çfarë nuk kanë thënë për mua gjithë të zezat. Unë prap rezervoj të drejtën time që të mos vazhdoj të fyej, të shpif apo të hedh balt. Koha i rregullon të gjitha dhe koha e tregon të vërtetën e gjithkujt. Kështu që nuk kam asgjë për të thënë për zotrin, përveç se më vjen keq që nuk u arrit që t'i jepej qytetarëve të Shqipërisë tashmë çarja e sistemit.